Elefanti në fush quhet Armando Duka. Shqipëria nuk mund të vazhdojë të gjykojë djemtë e kombëtares, ndërsa mbyll syt përballë njeriut që prej vitit 2002 kontrollon futbollin shqiptar. Sa herë kombëtarja zhgënjen, Shqipëria vërsulet mbi djemtë në fush dhe mbi trajnerin e radhës. Është reagimi më i lehtë, më i shpejtë dhe më i padrejtë. Sepse të kritikosh lojtarin është komode, të vësh gishtin mbi sistemin kërkon kuraj. Dhe pikërisht aty ndodhet problemi real i futbollit shqiptar, jo te djali që vjen nga emigracioni për të veshur fanellën kuqezi, por te struktura që prej më shumë se 2 dekadash sillet si pronare e futbollit. Elefanti në fush quhet Armand Duka. Armand Duka është president i FSHF-s që nga viti 2002 dhe u rizgjodh sërish në shkurt 2026 me mandat deri në vitin 2030. Pra, bëhet fjalë për një drejtim që ka shtrirë kontrollin mbi futbollin shqiptar për afro 3 dekada. Në një vend normal, një qendrim kaq i gjatë në krye të njëjtit institucion do të shoqërohej me bilanc të pamëshirshëm, me llogaridhënie publike dhe me pyetjen bazë, çfarë prodhoi realisht ky pushtet i gjatë për futbollin shqiptar? Po, drejtësia kërkon të thuhet e plot, në drejtimin e tij Shqipëria është kualifikuar 2 herë në kampionatin evropian, në Euro 2016 dhe Euro 2024. Këto janë arritje historike dhe askush serioz nuk ka pse t'i mohojë. Por po aq e vërtet është se Shqipëria nuk ka fituar kurrë kampionatin evropian dhe në të dy pjesëmarrjet është eliminuar në fazën e grupeve. Pra, propaganda nuk mund të zëvendësojë analizën. Kualifikimi është sukses, por nuk mjafton për të larë dështimet strukturore të një sistemi që prej vitesh kërkon duartrokitje, por jo përgjegjësi. Dhe këtu nis pyetja që nuk duhet shmangur më, a është futbolli shqiptar sot produkt i një vizioni të madh drejtues, apo produkt i sakrificës së djemve që janë rritur, formuar dhe stërvitur jashtë Shqipërisë? Shumica e lojtarëve që i japin frym kombëtares nuk janë prodhim i një revolucioni të brendshëm të futbollit shqiptar. Ata janë bi emigrantësh, janë talent të rritur në akademi të huaja, në kultura sportive të huaja, në fusha që Shqipëria për dekada nuk i ndërtoi dot, nuk i administroi dot dhe nuk i shndërroi dot në standard kombëtar. Kjo do të thotë se kur djemt vinë dhe zgjedhin Shqipërinë, ata meritojnë respekt të thellë, jo linçim popullor sa herë rezultati nuk del siç duam ne. Kjo është një inferencë e arsyeshme nga profili i zakonshëm i lojtarëve të kombëtares dhe nga fakti që sukseset sportive të Shqipërisë në epokën moderne janë lidhur fort me një bazë talentesh të formuara jashtë vendit. Madje edhe në dështimin më të freskët, humbjen 2-1 ndaj Polonisë në play-offin e botërorit më 26 mars 2026, tabloja ishte po ajo, Shqipëria mori avantazhin, pati momentet e saj, por u përmbys dhe mbeti sërish me shihen e një rasti të humbur. Kur kjo ndodh her pas here, nuk është më vetëm çështje e një ndeshjeje. Është çështje e një kulture sportive që nuk arrin të kalojë nga episodit e vazhdimësia, nga entuziazmi te konsolidimi, nga emocionit e sistemi. Dhe sistemi, në fund, ka emër, firmë dhe zyrë. Problemi me pushtetin e gjatë nuk është vetëm konsumimi. Problemi është ngrirja e mendimit. Kur një njeri rri shumë gjatë në krye, institucioni fillon t'i ngjajë atij, bëhet i mbyllur, vetëm mbrojtës, ceremonial, i dashuruar me mbijetesën e vet në vend që të prodhojë ide të reja, nis të administrojë zakonin. Në vend që të hap gar, nis të kultivojë bindje. Në vend që të ndërtojë një futboll për 20 vitet e ardhshme, nis të shes si vizion atë që në thelb është thjesht zgjatje mandati. Dhe kur Armand Duka zgjidhet pa tronditje reale, pyetja nuk është më vetëm sportive, bëhet institucionale. A kemi ende federat futbolli apo kemi një regjim komod të zakonit? Pikërisht për këtë arsye, është e padrejtë që zemërimi popullor të derdhet mbi futbollistët. Ata nuk janë problemi themelor. Ata janë shpesh pjesa më fisnike e kësaj historie. Janë ata që pranojnë barën emocionale të një kombi, që lën komoditetin e karrierave personale për të luajtur për një fanell që shpesh u jep dashuri vetëm kur fitojnë. Ndërsa kur humbin, dalin në shesh si fajtor ideal për të shpëtuar nga gjykimi arkitektët e vërtet të ngecjes. Shqipëria nuk ka nevojë për më shumë sulme ndaj djemve të kombëtares. Shqipëria ka nevojë për pyetje të qarta ndaj kreut të federatës. Pse pas kaq shumë vitesh në pushtet futbollit shqiptar ende nuk bin se ka ngritur një sistem të qëndrueshëm prodhimi talentesh? Pse çdo debat mbytet te trajneri i radhës, ndërsa posti i presidentit trajtohet si i paprekshëm? Pse vazhdojmë të flasim për projekte dhe strategji, kur prova më e fortë e një strategjie është trashëgimia që lë pas, jo fjalimi që mban në podium? Le ta themi troç, askush nuk po mohon 2 kualifikimet historike. Por pikërisht sepse kanë kaluar kaq shumë vite, standardi i gjykimit duhet të jetë më i lartë se kaq. Nuk mjafton të thuash, shkuam 2 herë në Europian, kur ke qenë në krye që nga 2002. Sepse koha e gjatë kërkon bilanc të thellë, jo slogan. Dhe bilanci i thellë thotë se futbolli shqiptar ende duket më shumë i varur nga valet e rastit, nga brezat që lindin fal diasporës dhe nga shpërthimet emocionale, sesa nga një model i qëndrueshëm institucional. Mjaft më me mbajtjen peng të kombëtares nga e shkuara. Mjaft më me idenë se presidenca e federatës është pronë private që trashëgohet me vota pa frymëngare reale. Futbolli shqiptar ka nevojë për ajër të ri, për mendim të ri, për guxim të ri. Ka nevojë për drejtues që nuk e shohin kombëtaren si kuror për imazhin e tyre, por si pasqyrë të përgjegjësisë së tyre. Sepse djemt në fush mund të gabojnë. Trajneri mund të dështojë. Një ndeshje mund të humbet. Por kur një drejtim zgjat pafund dhe futbolli vazhdon të endet mes zhgënjimit, justifikimit dhe adhurimit ceremonial të njëjtave figura, atëherë problemi nuk është më taktik. Problemi është politik e brendshme e futbollit. Dhe emri i saj për shumë shqiptar është i qartë, Armand Duka.